Bizantila më dëgjon? Po, Okej. super. Uh, Përshëndetje, së pari, atëherë unë jam Jonarda, të bëj një prezantim direkt të shkurtër, edhe pastaj kalojmë direkt tek tema. Siç po them, jam Jonarda, jam psikologe tek platforma e psikologut online dhe menduam sot të flasim për temën e marrëdhënieve toksike. Ishte një temë e prezantuar në fakt nga Desantila, kështu që do të lë ty Desantil të bësh një prezantim të vetes dhe mund të fillojmë. Mirëmbrëma, faleminderit për për përzgjedhjen dhe faleminderit që vendoset të nxjedhësh. Atëherë, un jam Desantila, kush më ka njohur gjithsesi nëse ka lexuar tek faqja e psikologut online, nuk jam duke u zgjatur shumë mbi çfarë bëj. Psikologe klinike dhe psikologe këshillimi. Momentalisht punoj në Gjermani me grupe të varur nga droga, alkooli dhe medikamentet. Gjithashtu dhe tek psikologu online, merrem kryesisht me grup moshat, le të themi adoleshente dhe të rritur dhe sot, siç po thotë Leonarda, do flasim për një temë që është aq sa e bukur, normalisht aq dhe ka ato kontraditat e veta, le të themi, që është marrëdhënie toksike dhe si të mbrohemi në thonjza, sepse është pak e vështirë, është një fushë shumë e gjerë dhe është shumë e vështirë që të përqendrohemi tek e gjithë gama e tyre. Po. Uh, Bizantil, pse pikërisht kjo temë? Ke nga rastet Ëm, që të vinë, domethënë janë çiftet. po, është kohët e fundit. Jam duke punuar mbi çiftet, mbi të rinjt që jetojnë bashkë prej vitesh apo që kanë filluar një bashkëjetesë nga pak kohë dhe hasim këto problematika, të cilat kanë të bëjnë me sjelljet, le të themi, jo për të çmuese, por kemi problematika në lidhje me marrëdhëniet, me kuptimin e njëri tjetrit apo me dëshirën për të kuptuar nga dikush tjetër. Nuk e di, është kulturale, pasi un punoj në fakt si me klient nga Italia, nga Shqipëria, por dhe nga Gjermania, por është diçka që i bashkangjit të gjitha. Ajo, domethënë, një konflikt që lind si diçka e pakuptuar në fillim dhe pastaj kthehet në një marrëdhënie toksike, kjo për shumë shkaqe. Nuk mund të flas për faje, sepse çdo njeri kur krijon një lidhje ka të listën ideale të personit ideal me të cilin kërkon të ndërtoj lidhjen, por ndodh për atë çka kemi sjell nga fëmijëria, domethënë për traumat të cilat janë pasuar nga ajo çka kemi kaluar, nga tashimi me figurat kryesore që janë prindrit, kryesisht nga mamaja, nga nëna në këto raste, por edhe baballarët kohët e fundit janë pjesë e këtij zhvillimi neuronal dhe neurologjik të fëmijëve dhe ka cënuar, le të themi, deri diku atë mirë mbarvajtjen e marrëdhënieve që ne ndërtojmë me të rriturit ose me të tjerët. Nuk flasim vetëm për marrëdhënie toksike në lidhje me partnerin, ë, flasim edhe në marrëdhënie toksike për sa i përket marrëdhënieve në punë, në shoqëri, me familjarët, ajo që përcillet më shpesh është me familjarët. Domethënë ndodhemi përpara një realiteti që jemi të dëmtuar ose të traumatizuar deri diku dhe këtë gjë nuk e perceptojmë derisa lidhja bëhet e rëndë për të jetuar, bëhet e rëndë për ta kapërcyer ditën dhe njëri nga partnerët gjithmonë kalon pastaj në ankth, në depresion, në apati, dëshira për mos bërë asgjë. Kjo, le të themi, është, domethënë, kryesorja që i karakterizon dhe pse unë zgjodha pikërisht këtë temë sot, sepse mendoj që mund të jetë e vlefshme për persona të cilat ndodhen në një situatë të tillë, por nuk kanë akoma ato mekanizmat e duhur për të kuptuar se çfarë realisht ndodh me ta dhe si mund të gjejnë, nuk them një rrugë zgjidhje, sepse çdo njeri pastaj ka ato mjetet e veta Po. unë them të sopravivencës, në kuptim që është i çike vështirë, është pak e vështirë të japësh, nuk duhet japim këshilla, por është pak e vështirë të nxjerrësh, le të themi, konkluzione nga situata të ndryshme. Ktu jemi thjesht për të bërë prezent se çfarë gjërash duhen pasur parasysh. Mhm. Dhe pas të kalojmë të mekanizmat që mund të ndihmojnë dikë, ti përmend pjesën e fëmijërisë që prek.
dhe ose të paktën përhapet në marrëdhëniet tona familjare, të punës, të shoqërisë. Ne mund të përmendim ndoshta mekanizmat e mbrojtjes, mund të përmendim projeksionet që bëhen pjesë e shkaqeve që krijojnë pastaj marrëdhënie toksike. E vërtet. Ajo që shpesh vërehet është që një çift kur lidhet bashk, në të vërtet nuk ka një lidhje, le të themi, mbi bazat e ideales, sepse shpesh herë ne mendojmë që kërkojmë tek njeriu, tek një person që njohim, kërkojmë që të jetë një person i dashur, që të jetë një person që na kupton, që na jep dashuri, që na fal mbrojtje. Domethënë, këto janë pikat kryesore që shumë njerëz që në një atashim jo të sigurt ose anksios në familjen e tyre kërkojnë tek partneri. Përpos faktit që në fillim kur fillohet një lidhje është e bukur, është çdo gjë e re. Por pas disa muajsh vetë personat e kuptojnë që mënyra e tashimit në fëmijëri i ka ndikuar të gjejnë këtë lloj partneri. Domethënë asgjë nuk është kazuale, asgjë nuk është si ajo lista e gjërave të bukura që unë do doja nga jeta ime. Është çdo gjë, le të themi, e destinuar të shkojë aty, që nga fëmijëria, që nga fakti që ti rritesh në një familje disfunksionale, ku emocionet e tua bazë nuk merren. Do me thënë ku prindrit janë gjithmonë ata që thonë pusho, ti nuk e kupton, ti je i vogël, ti nuk e kupton këtë gjë, nuk mund ta kuptosh, e shumë gjëra të tjera. Dhe në momentin që një fëmijë rritet në këtë lloj fryme, le të themi, dhe takon një partner i cili në rast e konflikti i thot po të njëjtën gjë të tipit ti pusho, ti nuk e di, e manipulon, partneri mendon që kjo është diçka e drejtë. Domethënë nuk arrin të gjejë një rrugdalje, sepse kjo është mënyra se si ai është rritur dhe se si është edukuar dhe sado që brenda tij ndihet i fyer ose ndihet i mërzitur, kërkon gjithmonë atë justifikimin që okay, gjërat funksionojnë kështu dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Domethënë kjo është problematika kryesore e atashimit që fillon nga fëmijëria. Në qoftë se nuk e pasur. Unë nuk them që ekzistojnë familjet perfekte, sepse nuk ekzistojnë familjet perfekte. Është edhe familja e cila thot mund të bësh çdo gjë, nuk ka asnjë lloj problemi. Një familje që nuk vendos kufi prap nuk është një familje e shëndetshme. Kështu që kufiri ndërmjet familjes disfunksionale dhe funksionale është shumë i hollë. Nuk arrin të perceptohet realisht derisa ti nuk je në kontakt me persona të tjerë për ta kuptuar se sa ke marrë nga familja apo se sa familja ka marrë fatkeqësisht nga ty, nga fëmijëria jote. Nuk e di, po më erdhi në mendje një pyetje për pjesën e atashimit. Ka stile të veçanta që përputhen, duke qenë se neve kemi 4 modele, dhe se si ti mund t'i gjesh këto që përputhen me njëri tjetrin, dhe pse nuk janë të shëndetshme, për shembull shmangsi me anksiozin, nëse bie në kontakt me një të sigurt, mbase mund të kenë shanse që të rikuperojnë ose të ndryshojnë stilin e tyre, por nëse nuk ndodh kjo, në çfarë ke vënë re ti vet nga raste që ke ndjekur, se si zakonisht përputhen këto stile me njëri tjetrin? Është shumë e vështirë që një stil, le të themi, i atashimit të sigurt të ketë një lidhje me një stil i cili është ankthioz apo agresiv. Sepse ai që ka një rritje nga një familje, vjen nga një familje që atashimi ka qenë i sigurt, e kupton problematikën që në fillim të situatave. Përpos faktit që do hapi rrugë, le të themi, ose do kuptoj situatën në të cilët ndodhet, por modeli i jetesës që atij është paraqitur që në fillim ka qenë ai i drejti në të cilin ai e ka kuptuar që kjo gjë është e dëmshme për mua. Domethënë ajo që është e rëndësishme në një raport është çfarë më jep mua ky raport dhe sa unë mund ta duroj këtë raport. Domethënë dashuria nuk ndërtohet në bazë të vuajtjes. Sado që mund ta duash një njeri, por ti vjen nga një atashim i sigurt, e kupton që diçka aty nuk funksionon.
Patjetër që mund të ndodhë që personi që vjen nga një atashim i sigurt mund ta këshilloj që dëgjon, ndoshta ke nevojë të flasësh me një profesionist, unë do të ndihmoj, unë jam këtu për ty. Domethënë këto janë figura shumë të rëndësishme në jetën e një personi ankthioz apo që nuk ka pasur një atashim, le të themi, të sigurt. Por, her pas here, në situata të ndryshme, personi jo i sigurt, me atashim jo të sigurt, do dali në, le të themi, në habitatin e tij, në kuptim që depresioni do ta shoqëroj, frika nga humbja do ta shoqëroj dhe do bëhet mbytës për personin tjetër. Do bëhet gjithmonë ai që merr në telefon ose ajo që merr në telefon vazhdimisht, ajo që ndjehet e braktisur, ai që ndjehet i braktisur, ai që ka frikë nga humbja dhe fakti që kur ke frikë nga humbja ti do e shtosh atë volumin e kërkesës së llogarisë, je gjithmonë aty që, domethënë, diçka që të merr frymën dhe ti e kupton që në familjen time kjo nuk ndodhte. Dhe unë nuk kam pse duroj një gjë të tillë, sepse për mua e rëndësishme është vetja ime. Dashuria është e rëndësishme, por dashuria nuk është marrëdhënia siç na kanë thënë gjithmonë 1+1 bëjnë 2. Nuk është kjo marrëdhënia. Domethënë njerëzit që dashurojnë nuk shkrihen tek njëri tjetri. Janë dy personalitete të ndryshme, ku secili ka karakteristikat e tij dhe ndërthuren me njëri tjetrin. Përputhje ka, ndërthurje ka, por jo shkrirje. Në qoftë se do të ishte shkrirje, atëherë kjo është disfunksionale, sepse unë bëj çfarë më kërkon ti dhe bëhem si ty, ose e kundërta, ti bën si them unë dhe ne shkrihemi të dy dhe këtu nuk ka më lidhje të shëndetshme, sepse vjen një moment që dikush do lodhet i pari, do hapi syt dhe do shikoj që ky nuk është realiteti që kërkonte dhe aty pastaj konflikti është i pakthyeshëm. Domethënë terapia ndihmon shumë pak në këto raste, në qoftë se dy persona janë shkrirë tek njëri tjetri dhe pas 5 apo 10 vjetësh zgjohen dhe thonë që wow, kam bërë një dëm të madh dhe tani kush jam unë? Pas 5 vjetësh, kur ti je shkrirë ke dikush tjetër, lind pyetja kush jam unë? Si isha para se të arrija këtu. Dhe aty pastaj fillon një çarje e thellë dhe është pothuajse e pakthyeshme. Domethënë nuk ka asgjë që mund t'i mbaj bashkë dy njerëz që kanë arritur në një shkrirje 1+1 në këtë rast. Ndodh që dy modele atashimit të ngjashme të prodhojnë një marrëdhënie toksike. Për shembull, dy persona me stil anksios të krijojnë toksicitet. Pasi siç e the, një i sigurt dhe një anksios mbase do shkëputet sepse i sigurt i thot unë nuk e duroj dot me këtë nëse ti nuk bën një përpjekje për ta ndryshuar dhe largohet nga marrëdhënia. Po në rastin kur janë dy anksios ose dy shmangës, dhe pse është pak e vështirë ta kuptosh që si mund të bien pak me njëri tjetrin, por si e shikon këtë desën ti? Me thënë të drejtën, këto janë pikërisht tipat që me njëri tjetrin lidhen shumë shpejt. Lidhen shumë shpejt se kanë shumë gjëra të përbashkëta. Në fillim, gjithmonë. Domethënë, takohen dy persona, nuk e di, me njëri tjetrin, mund të jenë thjesht miq, mund të jenë koleg pune, ose mund të jenë në një darkë etj. Dhe momenti i parë është wow, është njësoj si mua, ose wow, sa shumë e kuptoj, sepse realisht vijnë nga dy realitete të njëjta. Por çfarë ndodh? Kur ti je një person që ke ardhur nga një atashim anksios, ke gjithmonë frikën nga ndarja, frika nga braktisja dhe frika nga braktisja çon që ti ta mbash tjetrin fort me çfarë do lloj mënyre, duke filluar nga gaslighting, që është manipulimi i emocioneve. Dhe këtë gjë fillojnë e bëjnë të dy në të njëjtën kohë. Domethënë, unë ndjehem i braktisur nga ty dhe filloj dhe ta bëj të ditur her pas here. Fakti se si ma bën të ditur, kjo bëhet pastaj akoma më e vështirë, sepse fillon agresiviteti, fillon manipulimi, sepse këto njerëz në fëmijërinë e tyre nuk janë mësuar të shprehin ndjenjat. Domethënë, nuk vjen pranë teje dhe të thotë që unë ndjehem i braktisur, ose unë ndjehem keq, ose unë kam nevojë për ty. Tërheqja e vëmendjes këtu është komplet ndryshe. Është e tipit agresiv që pse nuk rri me mua, ose pse nuk më jep mbështetje kur unë kam nevojë, ose viktimizimi që unë bëj çdo gjë për ty, unë kam lënë çdo gjë për ty dhe shiko si ma shpërblen. Nga ana tjetër, personi që vjen po nga njëjta, le të themi, atashim, ndjehet njësoj. Okej, dhe nuk është ndjenja fare siç mund të ndodhë në një person anksios, realisht anksios. Është ajo ndjenja e
agresivitetit, ok? Unë jam kështu si jam, ti më ke njohur kështu në fillim, unë nuk kam asgjë me ty, thjesht unë jam kështu, do më thënë fillon ajo kokëfortësia ajo e tipit që më prano kështu siç jam, në qoftë se jo ka zgjidhje mund të largosh dhe tjerë tjerë. Do më thënë krijohen kaq shumë konflikte, të cilat mbesin vatra të hapura, asnjëherë nuk zgjidhen. Do më thënë, nuk shkohet në thelb të problematikës, por mbetet gjithmonë në sipërfaqe, duke ofenduar në mënyrë të rëndë tjetrin personalisht. Do më thënë, këtu nuk ka zgjidhje problemi, dhe realisht dy persona të tillë nuk duan një zgjidhje problemi, sepse nuk e kuptojnë ku është problemi. Kjo është një vështirësi shumë e madhe. Unë kam pasur raste të tilla dhe në bazë të skema terapi që kemi përdorur, ka qenë një rrugtim shumë i gjatë. Ka qenë një rrugtim ku njëri ose tjetri në një mënyrë apo tjetrën e braktisnin terapinë, sepse nuk ndiheshin të kuptuar as nga terapisti. Okay? Dhe ndjeshin të shfrytzuar nga pala tjetër apo të manipuluar dhe shpesh mendonin që jo, unë nuk kthehem në terapi sepse po mban anën tëndat apo nuk e besoj etj etj. Domethënë, ka pas rikthime më pas, ka pas edhe pendime më pas, por është një rrugtim shumë i gjatë dhe shumë shpesh zjat aq shumë sa personi dhe vazhdon akoma mendojnë që terapia nuk funksionon dhe unë nuk dua ta bëj këtë gjë, sepse mendojnë që realisht i po bën diçka për tjetrin, ku në të vërtetë nuk është aty thelbi i situatës, ti duhet bësh diçka për veten, domethënë ti duhet punosh me veten dhe vetëm pastaj ne mund të punojmë dhe me tjetrin. Por shumë ja vin nga këto situata që mendojnë që po manipulohem dhe unë duhet bëj çfarë do tjetri, sepse pastaj në disa situata janë krijuar ato dinamika që dikush flet më shumë dhe dikush vetëm dëgjon, bën pasivin, por është pasiv agresiv. Domethënë momentin që jepet rasti të kryqëzon, në kuptim të thot gjëra të parën duhet ta thot të fundit, domethënë të ofendon, përdor denigrimin, përdor fjalë të rënda, domethënë kërkon realisht ta dëmtoj tjetrin. Nuk kërkon të zgjidh dinamikën e problemit, por kërkon ta denigroj dhe ta dërmoj tjetrin. Domethënë janë disa situata shumë të vështira. Atashimi i këtyre dy kategorive është realisht një atashim që është i vështirë për tu menaxhuar në kohë. Vetëm në qovë se personat në fjalë kanë arritur ta kuptojnë problematikën dhe dëshirojnë ta zgjidhin. Ndryshe është realisht shumë e vështirë. Brenda atashimit ndodh edhe projeksioni. Faktikisht ajo që po thoje tani, mund të shikojnë të metat të njëri tjetrit, edhe ndoshta për këtë arsye mbetet konflikti i hapur. Mund të ndodhë dhe kjo që është më e lehtë që ne të shikojmë pjesën e kritikës që kemi për veten tek tjetri. Dhe kjo e bën një konflikt që vazhdon, rrotullohet pafundësi sepse derisa ti vëdësohesh që e ke këtë projekcion, ai nuk largohet. E shikon këtë në rastet e terapisë që ndjek. Po, e shikoj dhe shumë. Domethënë është prasi, le të themi, është diçka që ndodh shpesh, të projektohesh tek tjetri. Patjetër, sepse ti shikon tek tjetri atë që je vet. Por çfarë ndodh? Në këto raste fillon agresiviteti sepse njeriu ndërgjegjësohet se si është dhe fillon turpi. Por turpi nuk pranohet si emocion, faji nuk pranohet si emocion. Dhe për këtë arsye kalojmë në agresivitet. Domethënë është një rreth vicioz ku të dy sillen me njëri tjetrin, kush më shumë, kush më pak, në situata të cilat ne flasim vetëm për situatat që një terapi që zgjat një orë, por këto situata janë shumë të shpeshta dhe të vazhdueshme në jetën e përditshme. Domethënë kjo është realisht një situatë toksike nga e cila nuk dilet, sepse asnjëri nga të dy nuk ka instrumentat e duhur, përpos faktit që terapia funksionon,
Por çfarë ndodh? Lidhja me familjarët dhe lidhja me historinë është gjithmonë prezente. Domethënë, dhe nëse çifti jeton vetëm dhe fillon deri diku të punojë, i jepen ushtrime në shtëpi, mbahet një ditar dhe secili shkruan gjëra që nuk pëlqen tek tjetri, apo si do të donte që tjetri të ishte, dhe këto lexohen gjithmonë në terapi. Dhe e bukura e seancave është pikërisht fakti kur ato fillojnë dhe eskalojnë me njëri tjetrin, sepse aty mund të realisht të tregojnë se çfarë po ndodh. Por në momentin pastaj që pjesë bëhet familja e origjinës, është një punë që shkon pothuajse dëm, sepse në momentin që hyn familja në mes, tek personat aktivizohen ato mekanizmat e mbrojtjes që kanë pasur, kanë qenë në fëmijërinë e tyre dhe i kanë jetuar këto situata, dhe riprezentohet një situatë e tillë, duke rënë përsëri, le të themi, faji apo agresiviteti mbi partnerin. Sepse lidhja që ekziston ndërmjet familjarëve është komplet një lidhje tjetër, dhe për kulturën tonë flas më shumë, është shumë e vështirë që një fëmijë të shkojë tek prindi dhe t'i thotë që dëgjoj, unë shkoj në terapi dhe problemi ka nisur në momentin kur ti më braktisi apo nuk më konsideroje si një person që kisha nevojë për ty. Kjo është një tabu shumë e madhe. Domethënë, sado që ne flasim apo sado që personi në terapi përcjell faktin që po, është e vërtetë që mamaja ime nuk ishte prezente, që unë nuk kisha një shpatull ku të qaja në momentin që kisha nevojë për dikë. Por kur kjo përballje afrohet, fillon dhe manipulimi nga ana tjetër që janë prindrit, sepse kjo është situata reale që ndodh në një familje të tillë. Dhe pastaj cikli ripërsëritet fatkeqësisht. A është e nevojshme që të tregohet kjo prindit? Kjo varet nga lidhja, marrëdhënia që ke me prindin, okay? Sepse në qoftë se një situatë e tillë ka qenë e rëndë për vite, dhe në momentin që ti tenton dhe prindit thotë që s'është fare vërtet, domethënë unë kam qenë një nënë perfekte, unë kam bërë çdo gjë për ty, fillon përsëri manipulimi. Unë nuk e di, unë kam lënë karrierën apo unë kam ndenjur net pa gjumë etj etj. Është pak e vështirë për të zgjedhur. Domethënë, një tentativë bëhet gjithmonë, por në momentin që ti e shikon që të mbyllet dera, në momentin që ti e shikon që nuk ka një zgjidhje të tillë sepse kalon përsëri në mbrojtje, në manipulim situata, atëherë edhe personi në fjalë është pak skeptik. Shumë shpesh thonë që jo, nuk, domethënë nuk dëshiroj të flas me prindin për këtë pjesë sepse di shumë mirë që nuk do më kuptoj. Domethënë shumica as nuk tentojnë të bëjnë një gjë të tillë. Dhe ato që tentojnë, të paktën në 30% të rasteve, mbeten të zhgënjur dhe thonë, po pse bëra isha më mirë kështu, domethënë ti leja gjërat pezull, akull në atë icebergun që duket vetëm lart dhe poshtë është çdo gjë që bie copa. Dhe kanë frikë. Domethënë, gjithmonë përballja sjell frikë humbje. Okej, sepse në inkonsciencën e një fëmie që mbetet gjithmonë një fëmijë për nënën e tij, është nëse i them këtë do ta humb. Po në konsciencën e vet e di që këtë nuk e ka pasur asnjëherë. Kështu që janë shumë dinamika që nuk funksionojnë fatkeqësisht. Ne na pyesin këtë pyetje, prandaj dhe unë e bëj, duket sikur marr rolin pak edhe personave që do e kishin si pyetje. A ti tregohet apo jo prindit? Domethënë ti flitet që si më ke trajtuar më përpara, më ndikon edhe sot, por mund ta lidhja pak edhe me çështjen se si na ndikon akoma ajo marrëdhënie. Jo se si na ka ndikuar dhe çfarë efekte shih tani. Por ndoshta kjo marrëdhënie mund të jetë akoma e pazhvilluar edhe sot. Pra vazhdon të ketë të njëjtat dinamika, të njëjtën ftohtësi emocionale, të mos konsiderimit të nevojave, të manipulimit, të konflikteve që përsëriten. Pra këtu është çështja që ne ndoshta mund të shkojmë dhe të ballafaqohemi, apo sërish do ishte një risk për ta prishur marrëdhënien edhe më shumë. Varet shumë nga situatat dhe varet nga njeriu. Janë shumë dinamika të vështira të cilat duhen marrë parasysh, sepse nuk mund t'japim një këshill për këtë. Domethënë psikologu realisht nuk jep një këshill, nuk mund thotë shko tek mami foli apo mos i fol apo lëre në
në jetën e saj, apo ti në jetën e saj, apo ai në jetën e saj. Këto janë dinamika që duhen shqyrtuar gjithmonë me një profesionist, sepse në qoftë se vjen dhe thua kam pasur një nën anktioze, një nën që nuk kujdesej për mua, që dhe tani është e ftohtë apo më trajton keq, apo ndoshta dhe thjesht ajo heshtja për të bërë të vuash me dashje, është shumë e vështirë. Domethënë nuk mund të jepet një përkufizim apo një zgjidhje e kësaj situate. Zgjidhje nuk ka, fatkeqësisht në kuptim që një psikolog nuk jep një zgjidhje. Një psikolog të shoqëron rreth asaj që të ka traumatizuar për shumë kohë dhe të ndihmon që të kuptosh çfarë të ka ndodhur ty. Në momentin që ti ndjehesh i shëruar, apo në momentin që ti e ndjen që tani ka ardhur koha që unë të them diçka më shumë apo të ndryshoj situatën time, vetëm atëherë mund të ballafaqohesh me gjërat që kanë ndodhur ose me gjërat që janë duke ndodhur, sepse në momentin që ti je i brisht, ti nuk ke një mbështetje, le të themi psikologjike apo një mbështetje nga një profesionist, mund të bësh dëm akoma më shumë se ç'janë bërë. Këtë nuk e dim, sepse nuk njohim personin tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi kujdes mbi atë që themi apo mbi atë që ata shohim apo që nuk është një përgjigje që mund të jepet në kësaj rastesh, sepse është diçka shumë personale. Personet që duhet ta punojë me dikë që nuk jep këshilla, por që e drejton në rrugën e zgjidhjes deri diku të traumës, por është personi vetë që duhet ta bëjë këtë rrugtim, i shoqëruar nga dikush që ndihmon, por që nuk mund të jepet asnjëherë një zgjidhje imediate për këtë lloj çështje. Ky është konflikti më i madh që ne kemi me sqarimin e rolit. Në Ne vërtet. nuk japim zgjidhje dhe drejtime për vendimet, por ne i hapim ato edhe i diskutojmë për t'i bërë qarta ndoshta opsionet ose edhe çfarë mund të ndodh në jo situata parashikuese, por duke konsideruar çdo rast specifik. Desandina ti pyete the pak më herët pjesën e konflikteve që shkojnë në agresion. Po në rastin kur efekti është heshtja, pra nuk flitet, çifti stopon të folurin, a është dhe kjo një pjesë e toksicitetit që zhvillohet në marrëdhënie? Atëherë, ajo që duhet të bëjmë një parantezë të vogël është që në një çift duhet të bëhet dallimi i saktë ndërmjet një konflikti normal, një mosmarrveshje që ndodh normalisht dhe është e shëndetshme, dhe një marrëdhënie e cila është e dëmshme dhe toksike. Atëherë, çfarë ndodh në një marrëdhënie normale? Dy njerëz të ndryshëm debatojnë mbi diçka dhe debatojnë mbi problemin duke dëgjuar njëri tjetrin. Dhe shpreha që unë nuk jam dakord me atë që thua ti, por të dëgjoj, jam këtu për ty, është diçka e mirë dhe e shëndetshme për çiftin. Në qoftë se njëri nga personat kërkon të qëndroj vetëm, ka dëshirë të qëndroj vetëm, është gjëja kryesore në një çift. Respektimi i kufirit. Unë kam dëshirë të qëndroj vetëm, në këto momente ndjehemi fyer, nuk ndjehem mirë. Kam dëshirë të qëndroj vetëm. Dhe kur tjetri e pranon këtë gjë, është arritja, le të themi, deri diku më e bukur që mund të jetë brenda çiftit. Por, në qoftë se marrëdhënia është toksike, kur unë gjatë gjithë kohës flas për të njëjtin problem, nuk dua një zgjidhje, dua të jem agresiv mbi atë që po them, dhe pasi unë kam thënë, kam folur me agresivitet mbi gjërat e tua personale, unë largohem dhe rri orë apo ditë pa folur me ty, kjo është pjesë e toksicitetit. Kjo është mënyra për ta bërë tjetrin të vuaj në heshtje, sepse duke jetuar në një shtëpi dhe duke ndarë shtëpin bashkë apo duke ndarë mendimet edhe problemet, në momentin që personi tjetër nuk flet, është sikur nuk të konsideron, ti nuk ekziston, Domethënë, ta thot në mënyrë të qartë, ti nuk ekziston. Dhe këtu bëjmë fjalë për një konflikt që mund të ishte shumë banal, diçka shumë e vogël, dhe ti për këtë gjë nuk më konsideron më fshin. Atëherë këtu flasim për toksicitet, sepse personi tjetër ndjehet i fyer, ndjehet i nënvlerësuar, sepse unë jam këtu dhe ti nuk më shikon, dhe këtu pastaj janë është pjesa e toksicitetit dhe e jo kufive, këtu kalohen kufit, sepse ne jetojmë bashkë dhe ti më ignoron.
ne jetojmë bashkë dhe unë për ty nuk ekzistoj. Atëherë ti ke kaluar, ti ke cënuar kufirin e jetesës time me ty. Do më thënë, në qoftë se ti merr ikën dhe bën këtë lloj sjellje sa herë që ka një problem, personi tjetër do mbyllet në vetvete, nuk do debatoj më sepse do ketë frikë, do ketë ankth, që kjo gjë do ta lë përsëri vetëm, që do përballoj situatat vetëm dhe është një marrëdhënie që shkon drejt toksicitetit. Gjithmonë duhet bërë dallimi, sepse ka kufitja normal. Nëse unë tani nuk kam dëshirë të flas me ty, ky është një kufi fizik dhe kohor, për shembull, nuk kam dëshirë të flas sot me ty. Dhe unë do ta sqaroj në momentin që ndjehem më mirë, do ta sqaroj dhe kjo është diçka e shëndetshme në një çift. E pashëndetshme bëhet kur unë të ofendoj dhe të injoroj që ti nuk ekziston, nuk je më pjesë e imja dhe çdo gjë këtu është ka marr fund. Dhe të nesërmen fillohet përsëri nga fillimi. Do të pyes edhe për raste konkrete që ti ke në terapi. Çfarë është e sjellja që është më vështirë për të punuar kur shikon një çift, kur takon një çift në terapi, ose detaje që vinë edhe sepse ne dimë që në terapi në çift ata sjellin njëtin sjellje që e kanë jashtë se nda ty dhe ti e shikon realisht. Mhm. Po nuk e di nëse ka ndonjë sjellje tipike që ti e shikon edhe thua ka është e vështirë. Pra ka shumë rezistencë për të punuar. Po, është e vërtet. Në çdo çift që vjen në terapi, fatkeqësisht vendimin e ka marrë vetëm njëri prej tyre. Dhe tjetri ka qenë i detyruar të vijë aty dhe ndjehet i detyruar të jetë aty, jo të flas, por është i detyruar. Gjithmonë në seancën e parë, unë i kërkoj të dyve që të jenë dakord, në qoftë se duan apo jo ta vazhdojnë terapinë. Dhe në qoftë se njëri thot unë kam ardhur vetëm prej saj ose unë kam ardhur vetëm prej tij sepse unë nuk do kisha kurrë dëshirë të vija këtu, seanca nuk do ketë kurrë rezultat. Domethënë të marrësh dikë me zor vetëm për është si ta kërcënosh, ta manipulosh. Kështu që unë nuk dua të jem pjesë e manipulimit apo kërcënimit, sepse unë do kthehem. Do jem po i njëjti person si ai që ka për ditë në shtëpi, që e kërcënova dhe që e lash aty apo etj etj. Problematikat pastaj janë të shumta, por në momentin që kalohet kjo fazë, në momentin që të dy e ka përcejnë fazën e manipulimit apo fazën që unë jam person tjetër nga çfarë ti ke në shtëpi dhe unë jam këtu për t'ju ndihmuar, sepse ju po kërkoni ndihmë, atëherë fillon një fazë tjetër që është e heshtjes. Është një prej partnerëve që flet gjatë gjithë kohës pa lënë tjetrin të flas dhe është tjetri që hesht. Por çfarë ndodh? Kjo nuk është e njëjta situatë në shtëpi. Ai që flet më shumë është ai që në shtëpi flet më pak, sepse nuk i lejohet apo sepse agresiviteti i tjetrit bën që ai të qëndrojë në heshtje. Dhe në momentin që vjen aty, ka atë dëshirën e madhe të shprehet sepse ndjehet i mbrojtur nga dikush. Domethënë, siç ndodh me fëmijët për shembull, kur në shtëpi sillen zhurmshëm etj dhe kur dalin jashtë, kur janë me të tjerët i vjen zor dhe sillen mirë, por në momentin që kanë mundësi të sillen keq, flas sjellje, domethënë të fëmijëve, jo keq në kuptim që sillen keq, thjesht bëjnë ato zhurmat, ata alegrinë, atë lumturinë që e shprehin duke bërtitur etj etj. E njëjta gjë ndodh edhe në terapi. Domethënë personi që është më shumë i manipuluar ose personi që është ndier më shumë inferior, është ai që flet më shumë dhe nuk i lë hapësirë tjetrit të shprehet. Por nga ana pastaj profesionale është gjë e bukur sepse aty lind realisht konflikti dhe realisht mund të punohet. Nuk mund të punohet për shembull me një konflikt që është bërë para disa ditësh dhe aty thjesht sillet si diçka e bërë. Diçka që është e bërë nuk ka atë le të themi nuk ka ato dinamikat apo ato ngjyrat e konfliktit. Domethënë flet thjesht për diçka që ka ndodhur. Dikush e tregon sipas mënyrës së tij, dikush e tregon në një mënyrë tjetër, sepse janë përjetimet e ndryshme. Normalisht se si e përjetoj unë diçka që ti më ke thënë, nuk e përjeton ti dhe viceversa dhe ndodh pastaj konflikti në studio dhe kjo është gjë ose online dhe kjo është gjë shumë është pozitive për terapinë. Konflikti është pozitiv kur ndodh në terapi. Sipas Rudiger, që unë ndjek skema terapi tek klientët, i kërkoj gjithmonë që në momentin që kanë një konflikt në shtëpi, ta ndërpresin dhe secili të shkojë në një dhomë tjetër
dhe të shkruaj çfarë ka ndodhur. Është shumë e rëndësishme që dinamika të jetë direkte e shkruar. Mund edhe të dërgoj një email. Për mua kjo është shumë e rëndësishme, sepse janë ato minutat e para që ti shpreh se çfarë mendon dhe se çfarë ndjen që të ndihmojnë ty të nxjerrësh jashtë atë që ka ndodhur. Dhe pastaj në terapi bëhet konfrontimi. Por ajo që kërkohet në skema terapi është që ti të do të thënë momentin që fillon grindja apo konflikti, ta ndërpresësh dhe të gjithë konfliktin që ke në mendje ta shkruash në një letër për të ballafaquar më vonë në terapi. Mm. Edhe shumë edhe ndihmose kjo. Do ta veçojmë kur ta shpërndajmë këtë video sepse mund të ndihmoj shumë njerëz se si ta zgjidhin një konflikt ose të paktën të jenë të vetëdijshëm për çfarë ndodh me ta kur ndodh konflikti, sepse edhe në shkrim ne marrim shumë apo jo. Mund të ndalen shumë Mhm. detaje të se si e shikojmë ne konfliktin, çfarë duam të marrim nga personi tjetër. Është një proces që ndihmon shumë. Përveç pjesës që ti fillon edhe i ke këta çifte aty, do me thonë flasin për njëri tjetrin, momentin që identifikon një sjellje toksike tek njëri partner, si ja Mhm. bën të ditur? Ë, zakonisht nuk e krijoj ose nuk e bëj këtë përplasje, sepse në momentin që unë e shikoj si toksike, do të thotë që ti ja vën në dukje tjetrit dhe partneri është wow shumë i lumtur për këtë gjë, do thotë ua e shiko, unë e dija prandaj erdhëm këtu. Kështu që këtu pastaj do lindte jo një konflikt në terapi, po një konflikt me terapistin. Ëm Zakonisht një lidhje toksike nuk përfundon, në kuptim që toksiciteti do jetë pjesë e jetës së tyre. Ajo që mund të bëjmë gjatë terapisë është të ulim ato konflikte të tepërta apo konflikte që fillojnë për diçka krejt banale dhe të dim ta menaxhojmë situatën, sepse problemi i konfliktit dhe i toksicitetit është pikërisht tek menaxhimi i situatës. Në momentin që ti ofendon dikë tjetër, në momentin që ti e lë vetëm, e braktis, e injoron apo ja ul vetbesimin, okay, ky është një toksicitet që nga i cili ti nuk mund t'i thuash dot klientit që okay, shiko se kjo sjellja jote nuk është okay. Është komplet, domethënë e pa imagjinueshme një gjë e tillë, sepse heq, domethënë si ta them, e përçan lidhjen që mund të jetë krijuar në terapi. Ajo që është e rëndësishme është punohet tek vetbesimi i partnerit tjetër, domethënë fuqizimi i palës tjetër që ti e shikon si më të dobët. Okej? Domethënë fuqizimi në kuptim që i bën të kuptoj që jeta jote nuk varet nga ky njeri, apo jeta jote nuk varet nga fjalët që ai njeri përdor mbi ty, apo që një ofendim i tij përpos faktit që ajo që ti ndjen është mos e normale dhe është e drejtë. Tek vendosja e kufive, punohet shumë tek vendosja e kufive, tek respektimi i kufive, sepse në momentin që ti vazhdon punon dhe tjetri kur shkon në shtëpi e hedh poshtë atë me cilën ti ke punuar, është shumë e vështirë që të menaxhohet si situatë, por vendosja e kufive është shumë e rëndësishme. Do shumë punë, realisht do shumë punë sepse vin nga familja apo vin nga një e shkuar që nuk ja ka mësuar mënyrën e menaxhimit të emocioneve. Unë punoj shumë me emocionat. Për mua janë të rëndësishme. Nuk e kuptoj ose nuk e konceptoj dot faktin që të punoj me të rriturit pa u ndalur tek historia e tyre. Ajo është thelbësorja. Në qoftë se nuk punohet historia e atashimit që ato kanë pasur, është shumë e vështirë për t'ja dalë mbi emocionat. Pyetja e parë që unë bëj gjithmonë është në qoftë se ti tani do ndjehesh e keq. Kush nga figurat e tua do të vrapoja. Nuk flas vetëm për prindrit, për mamin, për babin, ëh, mund të jetë gjyshi, mund të jetë gjyshi etj etj. Dhe ka shumë dhe të them realisht shumë persona që nuk din të japin një përgjigje sepse nuk kanë pasur një figurë atashimi ku mund të kishin një përkrahje. Shumë pak thon tek mami, por nuk janë me bindjen e plot, thjesht sepse atë figurë kanë pasur dhe nuk mund të bënin gjë tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme
të shikohet se në çfarë niveli ka arritur mos atashimi apo mos kuptimi nga ana e prindërve për të punuar mbi emocionet. Emocionet janë gjëja kryesore. Në momentin që punohet mbi emocionet, në momentet që njeriu është i vetëdijshëm mbi atë që ndjen, do ta kuptoj shumë mirë dhe se sa keq që bën tjetrit, sepse nëse ti i bën të ditur një personit në terapi, një klienti që shiko se kjo sjellje jote është toksike, nuk e fituar asgjë. Domethënë nuk do ta kuptoj, do bëhet akoma më keq pastaj si situatë. Kurse në momentin që ti punon me emocione dhe i thua çfarë ndjen në këto momente, si do doje të ishe ndjer në disa momente. Unë do t'jap një shembull pa të vonuar shumë, një shembull është shumë i bukur i një nëne që shoqëron vajzën për shembull të blejë një akullore dhe në momentin që dalin nga dyqani akullorea bie. Mund të ketë modele nënash të shumta, mund të jetë ajo që mund të nevrikosen në ato momente dhe nuk i blen më akullore dhe vazhdon flet me veten e saj për situatën dhe normalisht fëmia ndjehet, ok, e kuptoj, për shkak të rënies së akullores, mora, domethënë si punicion, le të themi si dënim, që nuk do ha një akullore tjetër. Por ka nëna që janë shumë të gatshme ta ndërpresin atë ciklin e frustrimit që fëmia që ka në ato momente dhe i thotë jo, mos u bë më rak fare, tani unë do të blej një tjetër. Fëmia është shumë i lumtur dhe e zëvendëson atë moment frustrimi, inati dhe keqardhje për atë që ndodhi me diçka tjetër të shpejtë, që në këtë rast është blerja një akullore, domethënë një likuidim i ndjenjave për të qenë të dyja të qeta. Nëna ban, domethënë këtë lloj situate e krijon në mënyrë të pavetëdijshme, nuk është diçka e keqe, ajo mendon. Por kur të rritet fëmia e ka shumë të vështirë ta kuptojë frustrimin e diçkaje që nuk shkon, dhe do të shkojë tek agresiviteti ose do të shkojë tek zëvendësimi i ndjenjave, pa shkuar në brendësitë të asaj që realisht e dëmton. Në fakt, e bëra këtë pyetjen sepse ne mund të ballafaqohemi edhe në jetën reale dhe ndoshta ato akuzat e drejtë për drejta që i bëjmë partnerit mund të krijojnë edhe mbylljen edhe konfliktin që, siç e themi ne, përsëritet sepse ai vendoset në pozicion mbrojtës. Por terapisti në këtë rast merr efektin në atë, si themi, një rol pasqyre, që nëse një nga partnerët thotë unë ndjem e pa dëgjuar, ti ja thua e dëgjove, domethënë unë ndje pa dëgjuar, si është kjo për ty? Edhe fillon pastaj ti e vendos në një zhvillim emocional, sepse ai përpiqet të shikojë se si ndjet partnerja dhe fillon ta ndjej dhe të japë një lloj reagimi tjetër. Mund të jetë dhe kjo ndoshta një formë? Patjetër. Ajo që shpesh paraqitet gjatë në terapie është kur personi flet për mënyrën se si u ndjej, për një konflikt etj, është shumë e rëndësishme që të dëgjohen të dyja anët. Në kuptim, secili është detyra kryesore të flasë mbi konfliktin se si e ka parë me sytë e tij. Okej? Fillon njëri tregon historinë dhe se si ka ndodhur, pastaj tregon tjetri etj. Është shumë e çuditshme dhe e bukur që pasi partneri ka mbaruar së treguari atë çka ka ndodhur, është një qetësi prej 2 ose 3 minutash, sepse të dy mundon ta kuptojnë nëse realisht ishte kështu apo ishte një, nuk mund të them egzagjerim i situatës, por ndoshta kur ke dikë përballë që është jashtëm dhe interpreton situatën në një mënyrë tjetër, atëherë ti e kupton që, okay, ndoshta, domethënë është e bukur fakti që pas seancës së 4 apo të 5 fillon edhe shprehja e emocioneve, sepse në fillim kur partnerët sjellin konfliktin që ka ndodhur realisht, flasin vetëm për ngjarjen, tregojnë një ngjarje. Nuk citojnë asnjë lloj emocioni që ato ndjejnë. Sado që mund t'i drejtosh pyetjen që okay, si u ndjeve, njohin vetëm emocione të bazë të tipit unë e vrikosa ose nuk doja që të ma thoshte kështu, por nuk shkojnë, domethënë në fund të emocioneve, nuk shkojnë në fund realisht ta shpjegojnë se si ndjehen dhe mbet çdo gjë në sipërfaqe. Ndërsa nga seancat e 4 e 5 pastaj fillojnë dhe realisht shprehin atë që ndjejnë, ndërkohë që ato flasin dhe tregojnë për çfarë ka ndodhur, tregojnë në të njëjtën kohë dhe se si ndjeheshin. Dhe aty qëndron pasqyrimi, siç po thoje, dhe pyetja, okay, partnerja po thotë që ndjet në këtë mënyrë. Ti si mendon? Është kështu? Domethënë, është e drejtë ndjenja që ajo po provon? Ato që realisht punojnë me veten dhe bëjnë dhe ushtrimet kur janë në shtëpi, fillojnë edhe e kuptojnë që ndoshta po,
eksperienca që partnerja i ka mbërun që t'jetoj, apo partneri që të përjetojnë ato momente, ka qenë e fortë. Dhe ndjenjat e mia ishin të mbyllura. Do me thënë unë ato momente nuk po mendoja se çfarë ajo ndjente, por thjesht po mendoja për egon time të vrarë në ato momente. Dhe fillojnë dhe pak nga pak flasin, pasqyrohen deri diku tek mua, sepse ka nevojë gjithsesi të jenë të validuar emocionet e tyre, sepse ato ndjehen si fëmijët kur ti kërkon një përforcim të asaj që po ndodh, sepse në momentin që nuk kanë përforcimin, mbyllen përsëri si në guack dhe thonë do të ishte më mirë që unë mos ta kisha thënë sepse ndoshta dikush po më gjykon. Kështu që terapia i shoqëron në çka ato ose çka në toksicitetin e tyre nuk është duke shkuar, por në të njëjtën kohë kanë nevojë dhe për konfirmime të situatave, për atë konfirmim që nuk kanë pasur kur kanë qenë të vegjël, për atë që bravo, është e drejtë ajo që po mendon, komplimenti që arritet, domethënë ta kuptoje situatën se si ishe, dhe pastaj është pyetja që bën psikologjia kognitivo-komportamentale, tipit si do të bëje ti në vend të saj, si do të ndjehesh ti në vend të saj. Domethënë janë dy terapi të cilat ndërthuren shumë mirë me njëra tjetrën, por vetëm pasi çifti ka arritur një lloj maturiteti në shprehjen e ndjenjave. Se janë të rëndësishme dhe këto që thua, deri diku mund të ndihmojnë dhe mund të praktikohen, dhe vendosja në vendin e tjetrit, siç po thoje, gjitha këto janë procese, por duan angazhim, apo jo? Duhet shumë punë realisht. Sa ko merr Sepse vetëm një orë terapi nuk si është procesi, domethënë sa i duhet një personi të adaptohet me një sjellje të re, që s'e ka praktikuar kurrë në jetën e vet, dhe po fillon të mësoj një herë, të edukohet, pastaj do kaloj te procesi i përshtatjes deri te asimilimi që bëhet pjesë e vetja. Ka disa tipe përgjigjesh në këtë proces. Disa klient mendojnë që ndjehen bosh. Kur fillon procesi i njohjes së vetes apo procesi i vënies së vetes në vend të tjetrit, fillojnë dhe shprehin një farë zbrastie. Nuk e kupton nga i vjen kjo zbrasti, dhe është diçka shumë e bukur që ato fillojnë pak nga pak e zbulojnë vetë. Çfarë ndodh në këto raste? Unë i them gjithmonë që ndoshta nuk është një zbrasti e bardhë apo një zbrasti që nuk ka asgjë brenda. Ndoshta aty brenda kisha aq shumë gjëra toksike, ndoshta aty brenda kisha aq shumë gjëra që të kanë lodhur, sa në momentin që ti fillon i largon, ajo zbrastia aty është ajo zbrastia e një lumturie që ti duhet ta dëgjosh dhe ta shikosh se çfarë ka aty brenda. Domethënë, pa pasur frikë të shikosh realisht se çfarë ka aty brenda, sepse shumë e kanë frikë të pjesë. Domethënë tani un jam i zbrasur dhe nuk ndjej asgjë. Sepse gjatë gjithë kohës truri dhe trupi i tyre ka qenë alert, duke ndier ato pasojat e agresivitetit apo të manipulimit apo dhe thjesht të frikës që çfarë do ndodh sonte ndarkët, si do ta menaxhojmë këtë situatë. Okej? Dhe në momentin që ti je liruar nga ky toksicitet, nga ky agresivitet apo nga kjo traumë deri diku, ti ndjehesh bosh. Dhe shumë janë të friksuar nga ndjenja bosh. Nuk din si ta menaxhojnë këtë, ndjehen bosh. Dhe aty pastaj është faza e bukur dhe e vështirë, sepse duke u ndier bosh dhe frika merr atë zëvendin dhe ti punon më pak me veten, sepse ke frikë të punosh, të vazhdosh akoma të punosh me veten dhe nuk ndihesh i sigurt nëse rruga pastaj që ke bër ishte një rrugë që duhet ndjekur e duhur apo jo, sepse zbrastia i tremb. Okej? Dhe në momentin pastaj që gjërat bëhen më të qarta, që ajo zbrasti është nuk është një zbrasti që sjell diçka të keqe apo një zbrasti që sjell mendime të këqija, atëherë trupi e kupton që kishte nevojë për këtë qetësi. Është thjesht një qetësi, domethënë pas stuhisë së madhe në det etj, vjen kjo qetësia. Domethënë ajo frika që diçka e keqe mund ndodh nga momenti në moment fillon pak nga pak largohet. Sidomos Mendimet mendjet e e tua. shqetësuara, më fal që ndërpres, mendjet e shqetësuara, faktin që ne shqetësohemi vazhdimisht e kanë shumë vështirë të jenë të qeta, më të përjetojnë qetësinë. Duan se s'bën të jetë diçka që rrotullohet në mendje, që të mos ndihen të kërcënuar
ose që nuk parashikojnë dot çfarë Mhm. rreziku mund të vi. Kjo mund të ndodhë edhe çifteve. Po, sidomos ajo e mbajtjes së kontrollit, gjithmonë tjetrin në kontroll. Domethënë momentin që ti nuk e kontrollon, ndjehesh i lumtur për këtë fakt, por në momente të ndryshme, të muajve më vonë etj etj, rikthehet ajo frika e mos kontrollit, sepse mund të ndodh një situatë që i ngjante një situatë që ti ke kaluar dikur dhe të rikthen atë frikën e mos kontrollit, atë frikën që nuk e di si ta zgjidh këtë gjë, mund të jetë një gjë që mund të doj muaj apo një situatë që nuk ka të bëj fare me atë çka ndjeni në ato momente, po është ai truri në punë të vazhdueshme që ai overthinking që pastaj të frikson të tipit, ok, unë ja dola, nëse tani kthehet, ndoshta unë s'kam punuar mirë me veten. Domethënë fillojnë shumë dilema më mbrapa, nuk është diçka e thjeshtë që zgjidhet në pak seanca, por kryesorja është puna që personat bëjnë me veten e tyre. Domethënë është kryesorja. Ja them gjithmonë edhe partnerëve që vinë që unë nuk zgjidh situata, unë nuk jap përgjigje, unë ju ndihmoj. Dhe në momentin pastaj që ndjeheni të zbrazët apo ndjeni në ankth se diçka ju ka ikur nga situata, nga kontrolli, është shumë e mirë që pastaj e sjellim në terapi dhe është diçka e bukur sepse të dy zbulojnë njëri tjetrin ë në ato stade që nuk e dinin që ekzistonin. Dhe kjo bëhet nuk mund të them që çdo terapi që kam bër është zgjidhur më së miri. Kam shoqëruar normalisht në terapi dhe njerëz të cilët kanë dashur realisht të divorcohenin, por nuk donin të divorcohenin në mënyrë agresive. Okej, sepse nuk jemi këtu për të bashkuar njerëzit me zor kur ato nuk duan, sepse kur një lidhje ka ardhur në fund dhe nuk funksionon, nuk mund dy persona të qëndrojnë bashkë, është realisht e pamundur. Çdo njeri është i lirë të zgjedhë, të bëjë zgjedhjen. Prandaj gjithmonë në seancat e para kuptohet se çfarë çifti ka ndërmend të bëjë. Domethënë nëse është i njëanshëm dëshira për të qëndruar bashkë dhe tjetri nuk bashkëpunon, atëherë domethënë është e kot deri diku që të vazhdojë terapia. Nuk i bëhet me dije që në fillim që dëgjoj kjo terapi, por ti e shikon që bashkëpunimi është zero nga ana e palës tjetër, që gjërat vazhdojnë keq, etj dhe është momenti i të vërtetës kur ti realisht thua, ok, tani nxirr një pasqyrohu aty dhe mendo çfarë do nga jeta jote dhe çfarë do nga lidhja jote. Pyetja kryesore është, në momentin që ti e ke filluar lidhjen dhe deri tani, jeta jote ose ti ke ndryshuar për mirë apo ke ndryshuar për keq? Nëse është përgjigje, unë kam ndryshuar për keq në këtë lidhje dhe nuk dua ta vazhdoj, respektimi kufive është kryesorja. Të cilat janë sjelljet tipike, toksike, me që jemi në këtë temë, cilat do t'i përmendje dhe janë të pamundura për t'i ndryshuar. Domethënë, e shikon dhe vetë që ndodh rikthimi, konflikti, edhe ajo që the tani, pra mund të kenë ndryshuar për keq, pra marrëdhënia i ka sjellë në një zhvillim vetëm negativ në jetën e tyre dhe personale. Ka disa sjellje që ti vëre në toksicitet të lartë. Është agresiviteti dhe flasim për agresivitetin fizik. Sepse agresiviteti psikologjik mbetet akoma një agresivitet që nuk kuptohet, që pranohet fatkeqësisht. Por në momentin që agresiviteti i kalon kufit, është e pa imagjinueshme që dikush të godas, aty kupton që nuk ka më asgjë për të bërë, nuk mund të rish kurrë me një person që të godet apo të ofendon dhe aq më tepër kur flasim për kufit të një personi. Domethënë kur integriteti i një personi arrin në këto lloj nivelesh është e pamundur për të punuar. Qëllon shumë shpesh që falin. Okej, se nga shumë kjo mund të jetë për shumë arsye, mund të jetë faktor kulturor, mund të jetë faktor ekonomik, faktor psikologjik, vetbesimi i ulët, frika për të qëndruar vetëm dhe realisht kur personi ka këto lloj
pikash, le të themi, fatkeqësisht do të jetë gjithmonë i manipuluar në çfarëdo lloj situate, si në familje, si në punë, si në shoqëri, dhe sado që mund të ndahet nga ky partner, shpeshherë dëgjojmë po si gjeti një tjetër kur kishte po të njëjtin partner dhe po të njëjtin probleme. E fakti është që ai njeri nuk ka punuar fare, fatkeqësisht nuk di se si të ketë, nuk ka instrumentet e dur për të punuar me veten e tij. Dhe me që jemi në fund, gati, mund na thuash disa mënyra që ti i vlerëson për t'i ndarë ndoshta me njerëzit që mund t'jenë ndihmuese për këto raste. Ne kuptuam Mhm. se çfarë shkakton, si çdo projekcioni, pjesa e tashimit, pra mënyra se si jemi rritur me një lloj lidhje, kaluam tek këto shkaqet e tjera që janë të pranueshme dhe çfarë nuk janë të pranueshme, por na duhet edhe një orientim për zgjidhje të disa rasteve, sepse e kuptojmë që çdo situatë është individuale dhe ndoshta disa zgjidhje nuk janë të përshtatshme për secilin. E vërtet. Ajo që unë do të sugjeroja është mbrojtja e kufive. Është kryesorja. Kur ti e kupton që jeton në një lidhje toksike, gjatë fakti që e ke kuptuar është një hap përpara, sepse shumë shpesh shumë persona mund të qëndrojnë në një lidhje të tillë për vite me radhë dhe të bëhen të bëhet një rutinë e tillë, një lidhje e tillë dhe thjesht justifikon faktin që okay, është kështu, kështu ka qenë gjithmonë. Por jo, nuk është kështu. Momentin që ti respekton vë limite, nuk është egoizëm të vësh limite, nuk është egoizëm që ti të thuash tani kam dëshirë të ri vetëm, ose respektoj mendimin tënd, por nuk jam dakord. Nuk duhet kemi frikë të shprehim ato që realisht mendojmë. Kufiri që ne vendosim nuk është egoizëm, është respekt për veten, sepse në momentin që ti vendos kufin, ndryshon, tjetri nuk largohet. Tjetri qëndron kur ti nuk ndryshon, sepse e di rutinën dhe qëndron me ty për inerci. Por në momentin që ti kupton dhe vendos kufit, atëherë arrin të menaxhosh situatat që të kanë bërë keq, por mbi të gjitha arrin të kuptosh realisht në qoftë se ai njeri do të ripran teje, sepse në momentin që ti ndryshon për mirë dhe në momentin që ti vendos kufit, në qoftë se tjetri largohet, atëherë do të thotë që ishte një situatë që është e papranueshme dhe e padurueshme. Kështu që ajo që unë mendoj dhe që është e rëndësishme është vendosja e kufive. Në momentin që ti i ke vendosur ato dhe jo për egoizëm, nuk flasim për inat apo unë të them jo se kështu mendoj unë etj etj. Është e rëndësishme që ta arsyetojmë gjërat që ndodhin, ti kemi le të themi si bazë gjatë një lidhje. Dhe në qoftë se pastaj të dy respektojnë kufit e njëri tjetrit, atëherë lidhja bëhet le të themi normale, sepse nuk mund të themi për lidhje idealake apo lidhje fantastike. Jeta ka shumë vështirësi, ka shumë problematika, të cilat në një mënyrë apo tjetrën do dalin në pas, sepse jemi njerëz të ndryshëm. Pra i dhe veçanton pjesën e kufinve, thua janë të rëndësishëm sepse çfarë do të lloj qoftë rezultati në fund, pra ti mund të kesh dhe një ndarje në momentin që vendos kufin, Pikërisht. sidomos nëse nuk e vendos në fillim mund të pranojmë shumë gjëra për hir të përshtatjes dhe vetë tonën me pjesën e lidhjes, pra nuk e dim si do shkoj. E themi shumë shpesh që ne vazhdimisht futemi në lidhje me idenë që personi është ashtu siç ne kemi menduar në mendjen tonë, por gjatë rrugës gjërat mund të ndryshojnë dhe ne gjejmë veten që pas kemi shkelur shumë nga vetja dhe mund të vendosim kufint nga mesi i lidhjes, nga një Pikërisht. pikë tjetër e marrëdhënies që mund të duket e çuditshme për anën tjetër, që mund të shkaktojë dhe ndarje. Por ti Desantila thua që është e rëndësishme të vendosim to kufin edhe nëse mund të riskojmë pjesën e ndarjes. Patjetër. Nuk ka dashuri në momentin që tjetri nuk të respekton dhe të ofendon dhe të ul vetë besimin. Çdo njeri pastaj e shikon vetë deri ku mund të duroj, por pse duhet të duroj? Domethënë nuk ka një arsye pse tjetri duhet të ketë një ndikim negativ mbi ty kur jeta është kaq e bukur dhe çdo njeri duhet ta jetojë realisht në mënyrën më të bukur të mundshme. Unë të shumë faleminderit që Faleminderit. na solli shumë ide, domethënë një qartësi më të madhe për pjesën e marrëdhënieve dhe vetë mua. Janë të rëndësishme të bëjmë këto diskutime edhe vetë si profesionist ndonjëherë, por pse jo të ndajmë edhe teknikat me njerëzit, sepse sa më shumë të dinë se si zhvillohet, besoj, pjesa e terapisë dhe më shumë mund të përfitojnë.
Nëse do ju bie rasti ndonjëherë që të përfshihen në një proces, të falenderoj shumë, Desantil, dhe ndoshta do shifemi prapë në ndonjë temë tjetër, ose Patjetër, edhe me për të njëjtën kënaqësi. temë nëse do duhet të thellojmë në një pikë tjetër të kësaj. Me kënaqësi. Dhe i falenderoj dhe personat që kanë në janë bashkuar. Kjo video do jetë do publikohet dhe në YouTube për personat që nuk e kanë pasur mundësinë ta ndjekin. Kështu që ju përshëndes dhe shihemi sërish. Faleminderit dhe gjithë të mirat. Mirupafshim. Natën e mirë.